Cila është problematika më emergjente e juaja këtu, domethënë? Më mirë të themi, çfarë vështirësie nuk ka. Se të gjitha janë vështira. E të parave është rruga. Që kaq vite, edhe të rrinë 10 km rrugë pa bërë, që nga ura e lumit, edhe deri këtu, është shmenduri për çdo lloj qeverie. E dyta është ujë të pishëm. Me të keq, me një burim, 3 familje, 4 familje, mushim me radhë në një qik, se nuk ka. Gjatë verës, kënë keq. Se tani dimër që bjesh edhe shira, hajde. Por këto dyja janë më problematikët. Sa fëmijë ke? 3 çuna. 3 çuna. I ke këtu? Një në Tiranë, 2 në Gjermani. Me kë jeton këtu? Me gruan, invalide, për namë Zotit kemi. Njërën e kam Tiranë, kam marruar për inxhinieri mjedisi dhe punon shofer. Se në punë nuk e fusim, se pyesin për çfarë krau je. Për çështje politike? Po, politika në vend. Kryeministrit ta bëj rrugën, një, të ngrej pensionet, se pensionet rrinë në vend, çmimet në qelt, jetojnë më keq se në atë kohë. S'ka në fund muaj do të shtysh të marrësh ilaçet. Sa në këtë moshë grumullojnë gjithçka. Edhe ngelëm Gramsh, Elbasan, Tiranë. Në për spitale. Kështu urdhje më. Në fillim që vetëm një gjë kemi të bukur këtu. Ta marrim, kënaqeni kur dalim, e shikojmë. Sa më bukur se këtu, dhe që Gramsh duket ai, duket i gjithë, po këtu duket si gryk, shumë i bukur. Prandaj filmoheni për telefonat tuaj dhe merreni me vete. Faleminderit. Ju faleminderit ju dhe urdhroni të pim kafe.